Të dashur shqiptar, është gjetur qyteti i lirë Traugurion. Çdo të thotë, nuk ekziston në fjalorin e Bizantit, nuk ekziston në fjalorin e Aleksandris, nuk është gjetur në asnjë pllakë ilire. Ç'është kjo Traugurion? E pra fjala Traugurion shpjegohet kështu. Vjen nga fjala Tragos, që do thotë cjap. Ishte emri i perëndis Pan, perëndia e natyrës, gjysmë njeri, gjysmë cjap, i cili shpëton nga gjarpri tyfon dhe i vë vetes një bisht, peshku, dhe hidhet në det. Çfarë bën ilirët? Interpretuan emrin e perëndis Capricornos, që fjalë për fjalë do thotë bricjapi. Është perëndi dhe yllësi babilonase. Quhet Ea, shtëpia e ujit, në gjuhën sumere. Në Bagdad, në Irakun e dikurshëm, në vitet 5000 para erës sonë. Një emër tjetër i kësaj perëndie ishte Suhur Mash. Mash i thon në gjuhën sumere pikërisht cjapit. I thon gjithashtu edhe perëndis së binjakëve. Perëndia e cjapit, Ea, shpëton njerëzimin nga përmbytja e madhe. Është pikërisht perëndia hebreje që paralimron Noan për përmbytjen. Yahweh, Ea, në gjuhën sumere. E do thot shtëpi dhe A, uj, në gjuhën monosilabike sumere, por jo shqipe. Ky është bricjapi, perëndia e begatisë. Briri i cjapit, Capricorn, është simboli i Byllionon. Është emri i byllësit, Nasjanës, në ilirisht. Grekët nuk e dinë ç'do thotë Byllionon. Është perëndia e begatisë. Në Byllis, ilirët flisnin një gjuhë helene të pakuptueshëm për helenët. Auria është një shpend uji në helenisht. Ka dhe kuptimin e urinës, ka dhe kuptimin e kosit të organit mashkullor. Është perëndia e begatisë, e pjellorisë. Tragourion, pra është perëndia e bricjapit, në ilirisht. Kjo fjalë shkurtohet në gjuhën kroate në Trogir. Arkeologët shqiptar e përkthejnë këtë si fjala tregur. Nga gjuha njërokshë, shqipe e pamposhtur, të dashur, shqipëtar. Unë këtë do ta kisha nxjerrë që në vitin 2004. Është në fjalorin e gjuhëve indo-europiane, e botuar në mënyrë anonime nga unë sepse kisha frikë nga shqiptarët. Janë në internet, akoma dhe sot, fyerjet më të rënda që më janë bërë mua në anglisht. Jo nga shqiptar, nga studiues anglez. Nga studiues që më ka sharë mua në internet, e merr fjalorin e gjuhëve indo-europiane, e merr fjalën Tragourion, nga fjala Tragos, që i thon cjapit, dhe në vitin 2017 e boton në emrin e tij, si zbulim të tij. Unë, kur kam thënë për herë të parë që koinon skodrinon është koineja e ilirëve në rasën gjinore shumës, sa ashtu dalin gjithë emrat ilir në shumës, në gjinore, unë nuk kam marrë dot frym. Nga viti 2020, kur kam bërë këtë film, deri tani, viti 2026, nuk më kanë lënë të qetë njerëzit që i njoh, miqtë e mi, të afërmit e mi. Si guxon ti të thuash që
ilirët kanë folur helenisht. Fatmirësisht, ky diskutim është regjistruar në TikTok, shpjegimi im, dhe në Wikipedia ka dalë shpejt e shpejt. Me kuptimin tragos, Ciapi, dhe oros, mali. Mali i Ciapit. Pra ky anglezi nuk e ka kuptuar mirë shpjegimin tim. Thjesht e ka vjedhur zbulimin tim. Nuk ka kuptimin mali i Ciapit, por uji i Ciapit. Bishti i Ciapit. Bishti i peshkut të Ciapit. Sepse ishte gjysmë peshk, gjysmë Ciap. Është perëndia Pan, e natyrës, e pillorisë. Dhe kjo perëndi në formë njeriu dhe Ciapi ndërzehej me kafsh, me dele, me dhi, me burra, me femra, me nimfa. Pra ndërzehej me çdo lloj qenie toksore dhe ujore dhe qiellore. Shfaqet në tempujt iliro-helen me një organ mashkullor gjigant, 1/3 trupit të tij. Të gjitha statujat me këtë organ mashkullor janë thyer në Hellad, në Iliri organi është i plot, duket si deg dardhe. Është dega e dardanëve, të dashur shqiptar. Aty janë mbajtur fort dardanët për 30.000 vjet. Aty kanë mbetur në degën e dardhës dardanët. Të dashur shqiptar. Tragourion, Trogir në gjuhën kroate, është qyteti i Briciapit. Konstelacionit qiellor të 12, që grekët ilirët e morën nga sumerët. Është perëndia Jahue, që shpëtoi njerëzimin përpara përmbytjes së madhe. Është kaq e tmerrshme kjo që ka ndodhur. Unë duhet të jepja mësim në Universitetin e Oxfordit. Me zbulimet e mia janë pasuruar shumë shkencëtar, gjuhëtar, jo vetëm shqiptar, por edhe të huaj. Dhe të gjithë thonë që ilirët ishin pararësit e shqiptarëve. Ku e kemi në fjalën tragos? Ciapi është origjina e tragjedisë, sepse aktorët visheshin me maska dhe kori ishte me maskat e Ciapit, të satyrëve. Ky ishte gjithashtu një emër për ilirët, emër fyes. Hiluros, do të thot bishtatundës. Nga ura, i thon bishtit. Pra, ose kjo është bishti i Ciapit, ose uji i Ciapit, Eurion, ose kosi i organit mashkullor, që grekët i thon drilos, dhe në asjanës është drilon. 22.000 shqiptar nga Kosova dhe Shqipëria mbajnë emrin drilon, do të thot organ mashkullor. Akademia e Kosovës e ka hequr emrin drin, shkurtimi i emrit drilon, organi fryr, siç fryhet drini me ujë, dhe ka vënë lumbardh. Ky është hapi i parë i heqjes së emrave ilir. Këtë po bën dhe Akademia Kroate. Po heq emrat ilir, sepse mbas filmave të mi e kanë kuptuar që janë emra grek. Por dhe grekët nuk e dinin që ilirët flisin helenisht. Kjo është gjë më e tmerrshme. I quanin barbar. Përse i quanin barbar? Sepse fjala Tragourion, Briciapi, nuk ekziston në greqisht. Ilirët ishin më grek se sa vetë banorët e Helladës.
nuk kanë lidhje me shqiptarët. Tragos, në greqisht, do të thot një kafshë që ha çdo gjë. Nga fjala gëlltit, ha, gjithçka. Ne dim që dhia ha gjithçka, çdo lloj ushqimi. Madje ha dhe letër, edhe gazeta, edhe revistën Iliria, dhia e ha, dhe Ciapi e ha. Tragos, shumë bukur në gjuhën ilire. Po në shqip, çdo thot tragos, shqiptari pellazgu. A kuptoni tani se ku jemi fundosur? Në thellësi të detit Adriatik jemi të gjithë. Përmbytja e madhe do na shpëtoj Tragourion. Fjalë për fjalë, bishti i Ciapit. Autorët anglez thonë është mali i Ciapit. Nga Trago, Ciapi dhe Horos, mal. S'ka kuptim. Kjo është në latinisht Capricornus, Briciapi. Është perëndia Ea e sumerëve, Briciapi, i cili paralajmëroi Noan për përmbytjen e madhe. Ju falenderit për vëmendjen. Tragourion në filma të tjerë shkencor.